Kujdesi i Shqipërisë dhe Kosovës ka qenë i heshtë, por keni pasur takime. Realisht, more rrugën e Pogradecit, nuk doli asgjë nga takimi përveç një deklarate e cili doli në media, e cila ishte disi e paqartë. U tha që jeni marrë vesh për një bashkërendim, por nuk ishte asgjë konkrete në atë bashkërendim, ishte sikur frazë politike që e nxjerrin nga një sirtar, sikur frazat gatshme të nxjerrura nga sirtar. Po, ta shpjegoj. Teknikisht. Nuk më doli që keni qenë krejt sinqert në atë takim dhe edhe pse askush s'ka komentuar nga ajo deklaratë që doli. Do më ndonë teknikisht, ta sqaroj dhe politikisht. E para, teknikisht nuk është e vërtet që unë jam ullë në takim me diket. Me ndonjë parti, me Ali Ahmetin. Takimi im Pogradec ka qenë mbi 45 minuta. Një orë. Me kryeministin shqiptar, do të Edi Rama, kryetarin e parlamentit, Ilir Metën, dhe ministrin e jashtëm, Ditmir Bushat. Prezent më të qemin i tavolinë kanë qenë edhe disa parti të vogla që pretendojnë se janë parti. Unë kam bisedu gati një orë me drejtuesit e lartë Shqipërisë për çështjet aktuale dhe të tjerat. Dhe kanë shprehë qëndrimin tim se ulja me një tavolinë me ata parti është tërësisht jashtë normave. Ne duhet të kemi norma. Ata nuk janë parti për shkak se nuk janë testuar në zgjedhje. Në momentin kur do të testohen në zgjedhje, do të kenë një sasi të konsiderueshme të votave të shqiptarëve, padyshim se do të ulemi dhe nuk ka kurfar problemi. A do të thotë që Shqipëria në një farë mënyrë e trajton legitimitetin juar të cunguar për faktin si nuk e besoj. Nuk e besoj. Ka qenë një dëshirë pozitive e tyre, dashamirëse, me dhënë një porsi pak një mesazh pak më të gjerë. Se su bëre më i butë edhe me shprehje ti këtë dashamirësi me takudikët. Unë Ali Ahmetin të zë. Bajgji i vjetër jam që më u marrë me kësi shminkash, se nuk na dhan efekt. Të parën e bëra. Oponentin tim politik e takoj publikisht dhe në mënyrë shumë të edukuar, komunikoj për çështje që s'kan as pak të bëjnë me politikën, për mirësjellje. Takimi im me drejtuesit e shtetit shqiptar ka përfundu në momentin e ardhjes zotit Ahmeti. Jam përshëndet edhe me zotin Ahmeti edhe kaq. S'ka pas as tentim për dalë me deklaratë përbashkët. Refuzimi i uljes tavolinë me një pjesë të cilët nuk janë legjitimuar politikisht, ka ardhur nga një aspekt se unë kam shumë droje kur tavolina nuk është e formalizuar. Kur njerëzit nuk i kanë parafërsisht përgjegjësitë e njëjta, diskrecionin e tavolinës mund ta bartin në lloj-lloj nivelesh dhe lloj-lloj vendesh. Nuk shoh asgjë të keqe nga qasja e Shqipërisë ndaj Maqedonisë. Vetëm me 11 prill 2009 e kanë deklaratën publike se Maqedonia duhet ta kushtozoj, Shqipëria duhet ta kushtozoj Maqedoninë për antarësim në NATO me çështjen e shqiptarëve. Kjo që faktikisht gjen ndjolli si paralemrim. Dhe besoj që kjo do të ndodhë? Jo, ti e din se s'ndodh bash ashtu. Unë ta bëra me faktin se e them me atë shumë afsh. Dhe unë kisha arsye për veç me qanë cinik. Kuptova goditjen fine. Goditja fine. Nuk do të jetë bash ashtu, po do të filloj pak edhe një qasje më serioze e vlerësimeve të ndërkombëtarëve, të aleatëve tonë kryesor në NATO, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministi shqiptar dhe deklaratat e kryeministit shqiptar, jo që mund t'i quajmë pa ndikim, është një parafazë e treguesit të mbështetjes praktike dhe faktike që bën Shqipëria shqiptarëve të Maqedonisë. Po me këtë bën mbështetje edhe për maqedonësit. Po ata nuk e kuptojnë. Për shkak se i vetmi kuptim i ngjeljes së popullit maqedon, identitetit të tyre është rruga e NATO-s. Rrugët tjera janë skandalozë.